Zonja dhe zotëri, mirëdita. Ishte ora 5 e mëngjesit. Qetësia në Palm Beach është pothuajse artificiale. Por në botën e informacionit, një tërmet i madh sapo ka rënë. Nuk ka rënë nga raketat ruse, as nga lëvizjet e Kinës në Tajvan, as nga bombardimet në Iran. Ka rënë në një studio private në Maine, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tucker Carlson, njeriu i cili për një dekadë të plot ishte busulla morale e Amerikës tjetër, sapo ka dalë dhe ka lëshuar një deklaratë bombë që po qarkullon në të gjitha zyrat e inteligjencës në mbar botën. Çfarë është duke ndodhur dhe çfarë ka thënë ai? Isha gabim, ka thënë Tucker Carlson. Dy fjalë që peshojnë më shumë se një fushat miliarda dollarësh. Kur arkitekti i një lëvizje thotë se ndërtesa është tashmë e kalbur, ai nuk po bën autokritik. Ai po i vë zjarrin strukturën me të strukturës që e ngriti vetë me gjithë njerëzit brenda. Nuk do ju flas sot për politikë rruge apo ordiner. Do të futemi në anatominë e një çarje që mund të ndryshojë fatin e gjithë Amerikës dhe të Perëndimit. Një përplasje titanësh brenda familjes. Donald Trump, njeriu që u bë fenomen, dhe Tucker Carlson, njeriu që shpjegoi këtë fenomen në mënyrën e tij më filozofike të mundshme. Kjo nuk është një thjesht një analizë nga distanca, kujdes, apo një lexim lajmesh i huaja. Unë kam qenë shumë pranë në biseda dhe në analiza të afërta me protagonistët e kësaj histori. E kam parë me kujdes forcën e kësaj lëvizje nga larg dhe kam takuar nga afër, analizuar me kujdes mimikat dhe protagonistët e kësaj loje të madhe dhe mund t'ju them që kjo që po ndodh sot në Amerikë është tërmeti që askush apo rrallë kushtimi më real e priste. Pse sot, pse tani dhe kush po fshihet pas kësaj kthese papritur? Është një investigim i cili duhet bërë brenda dhe thellë lëvizjes më të fuqishme politike në planet. Të shkojmë pak te kontrata e fshehtë dhe tek origjina e një fuqie. Për ta kuptuar këtë çarje midis Tucker Carlson dhe Donald Trump, duhet kuptojmë se çfarë ishte aleanca e Tucker Carlson dhe Donald Trumpit. Nuk ishte thjesht një miqësi, ishte një kontratë sociale e pashkruar ndërmjet të dyve. Erdhi viti 2016, Donald Trump hyri në skenë si një meteor. Por ai ishte një lider pa një ushtri intelektuale. Washingtoni e urrente, Wall Street e shihte me dyshim të madh dhe inteligjenca amerikane, ajo që ne e quajmë deep state amerikan, e konsideronte Donald Trumpin një anomali që duhej fshirë. Në këtë moment, Tucker Carlson bëri lëvizjen e tij gjeniale. Ai braktis stilin e vjetër republikan dhe krijon një narrativ të re. Ai e ktheu Donald Trumpin nga një manjat pronash në një shpëtimtar të klasës punëtore. Revolucion i madh apo jo? Të shohim çka thënë një analist i CIA. Carlson ka thënë ai bëri atë që nuk e bënte dot stafi i Trumpit. Ai i dha lëvizjes një armik të qartë, elitat globaliste. Pa Tucker Carlson, Trump do të ishte thjesht një showman. Me Tucker Carlson, ai u shndërrua në një ideologjinë dhe doktrinë. Për 4 vite, me radhë kjo aleancë ishte e pathyeshme. Tucker Carlson ishte një think tank me një njeri të vetëm. Ai diktonte politikën e jashtme nga ekrani i tij, nga YouTube-i. Kur ai fliste kundër luftës në Siri, Trump tërhiqte trupat të nesërmen. Ishte një linjë direkte komunikimi që anashkalonte vetë Pentagonin dhe Departamentin Amerikan të Shtetit. Kjo ishte fuqia e YouTuberit Tucker Carlson. Por pushteti ka një veti. Ai të korrupton dhe aleancat më të forta. Këtu kemi dhe dosjet e pahapura dhe kemi dhe erozionin e besimit që nis.
vjen ky erozion për të shkatëruar gjithçka. Dosje me mbishkrimin classified Jeffrey Epstein ishin tipiket e këtij rasti. Krisja nuk nisi në publik. Ajo nuk nisi rastësisht, nisi në dhomat e errta të pritjes. Tucker Carlson dhe baza radikale e magës kishin një listë kërkesash. Ata donin gjak. Ata donin që Trump të godiste sistemin në zemër aty ku i dhem më shumë sistemit, tek sekretet e tij më të hidhura. Dosjet Epstein. Pse nuk u bën kur publike listat e plota? Kush po mbrohej nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë me mosbërjen të plota dosjet e manjakut dhe të perversit Epstein dhe të ishullit të perversitetit? Kush ishte pas këtyre dosjeve sekrete dhe kush po e ndalonte hapjen e këtyre dosjeve? Vrasja e John Kennedy. Donald Trump premtoi transparencë, qartësi totale për gjithë popullin amerikan, por dhe për gjithë botën, sepse e gjithë bota i ka syt në Washington. Por në momentin e fundit CIA e bindur apo e kërcënuar e bllokoi këtë që po ndodhte apo që duhej të ndodhte. Tucker Carlson këtë e pasi një dorëzim të Donald Trumpit. Luftrat e pafundme, të cilat po vinin në horizont, ishin 100% të ndryshme nga ajo që kishte premtuar Donald Trump. Ndërsa Trump premtonte vazhdimisht America First, Amerika do të jetë para, makineria ushtarake e Pentagonit vazhdonte të ushqehej. Carlson filloi të bëj pyetje të mëdha. A është Donald Trump në kontroll apo është thjesht peng i rrethuar nga njerëz me uniforma që ai nuk i kontrollon as i komandon dot? Kjo ishte pyetje që kishte lindur më herët edhe tek pjesa tjetër e amerikanëve dhe Tucker Carlson, për të mbrojtur linjën e tij që e kishte investuar aq shumë, ishte i detyruar që t'i shkonte lojës deri në fund. Me apo pa dashjen, me apo pa dëshirën e Donald Trumpit dhe të njerëzve të cilët e rrethuan për të sjellë ndryshimin e madh. Le të shkojmë tek The Economist. Trumpizmi, thot The Economist, filloi të vuante nga një kontradikt e brendshme, e cila duhej parë me kujdes. Një udhëheqës revolucionar që po fillonte të shijonte komoditetin e status quo-s. Çfarë po ndodhte? Investigimi ynë tregon se gjatë viteve 2021 dhe 2023 mesazhet private mes rrethit të Tucker Carlson dhe rrethit të Donald Trump nisën të ftohen dhe të zbehen pak e nga pak. Tucker Carlson shkoi te Trump jo më me mjetin e ndryshimit, por e shfilloi ta shihte atë si një pengesë për fazën tjetër të revolucionit të madh. Ai e ndjeu diçka se Trump po bëhej tashmë pjesë e asaj që dikur kishte premtuar se do ta shkatëronte dhe se do ta hidhte në erë, në emër të doktrinës së re që ishte Make America Great Again dhe America First. Ta bëjmë Amerikën të madhe sërish dhe Amerika është e para. Në atë takim me Tucker Carlson reflektonte një besim të palëkundur tek ideologjia America First. Por pyetja që lind sot tek unë është, a ishte ky besim i Tucker Carlson tek Trump si një person apo tek Trumpi si mjet? Sot po kuptojmë që Tucker nuk i qëndroi besnik liderit të tij, por i qëndroi besnik parimeve. Dhe kur lideri devijoi, Carlson nuk hezitoi më ta tërheq këmbën deri në fund. Dhe këtu shkojmë të kuptojmë pak nga afër diçka shumë të rëndësishme, atë që quhet anatomia e shpërthimit. Vim tek bomba. Pse Tucker Carlson
po del tani dhe po thot isha gabim. Ky nuk është një moment sinqeriteti njerëzor, duhet ta kuptoni. Është një lëvizje gjeopolitike e klasit të parë brenda në zemër të Amerikës. Tucker Carlson po bën atë që quhet në gjuhën e politikës spastrimi i terrenit. Ai po i thot bazës së magës, ju keni të drejtë të jeni të zemëruar, por ky lider nuk po ju çon më në fitore. Ai është i korruptuar nga i njëjti sistem dhe kontrollohet nga i njëjti sistem si ai që për cilin jeni ngritur. Nga ai sistem të cilin jeni ngritur ta luftoni, një lloj si shahistët e Tiranës, të cilët janë të gjithë e njëjta dorë. Këto dyshime i ngriti edhe Carlson atje në Amerikë. Fillimisht, financimi, inteligjenca financiare tregon se një grup i ri miliarderësh i Silicon Valley, të udhëhequr nga Elon Musk, po kërkojnë një rrugë tjetër. Ata duan trumpizmin, por pa kaosin e Trumpit. Tucker Carlson tashmë po synon të bëhet zëri i këtij tranzicioni të ri. Kemi një kolonë të dytë shumë të rëndësishme të kësaj ere të re që po vjen. Delegjitimimi moral. Duke pranuar gabimin e tij, Tucker Carlson e bën të pamundur për Trumpin ta sulmojë atë si fake news. Trump, ju e keni parë, sa herë që nuk i pëlqen dikush, e akuzon dhe e sulmon si fake news, ose si njeri me IQ të dobët, si tha për Tucker Carlsonin, ose njeri pa vullnet dhe të poshtron, pra të sulmon me gjitha llojet e epiteteve. Si mundesh të sulmosh njeriu i cili të krijoi doktrinën dhe të solli në pushtet? Dhe këtu nis përçarja e bazës magës. Sot kemi 3 kampe brenda magës dhe asaj që quhet America First. Kemi besnikët që e shohin Trumpin si profet, kemi të zhgënjërit që ndjekin Tucker Carlsonin në errësirë dhe me sy mbyllur, dhe kemi pragmatistët që duan pushtet me çdo kusht dhe me çdo çmim. Dhe ata nuk janë pak. Kjo ndarje nuk është gjë tjetër përveç se një dhuratë e çmuar në tabaka prej Floriri për demokratët, për Sorosin, për gjithë establishmentin e majt që pretendonte Trumpi se do ta luftonte kur të vinte në pushtet. Një lloj, siç na premtoi këtu, e djathta e mashtrimit që do të luftonte komunizmin në Shqipëri, por nuk e luftoi atë asnjë ditë. Është dhurat në tabaka ari për demokratët në Amerikë, por është gjithashtu dhe një rrezik i madh fatal për stabilitetin amerikan. Në raport i një instituti të inteligjencës në Londër, Chatham House, thot se nëse maga ndahet, ne nuk po shohim thjesht humbjen e një partie në Amerikë. Po shohim radikalizimin e një mase njerëzish që nuk besojnë më tek asnjë institucion, madje as tek vetë Donald Trump, sepse janë neveritur dhe i ka ardhur në majtë të hundës. Dhe këtu vim tek një epokë e cila kishte nisur dhe kishte frymzuar aq shumë miliona njerëz në Amerikë, por dhe në mbar botën. Me të ardhmen e të djathtës së re, me ardhjen e djathtës së re e cila duhet vinte në Washington dhe më pas do të sulmonte të majtën liberale në gjithë botën, tashmë kjo epokë përfundoi. Zhgënjimi ishte i madh. Dhe sistemi me sa duket ja doli të prodhoi krijesa të cilat simuluan një ndryshim të madh për t'i kthyer njerëzit tek i njëjti kaos i vjetër. Po perëndon një epokë e madhe e cila po frymëzonte njerëzimin në fillim. Tashmë kanë mbetur vetëm katundarët e countryside-it, ata të cilët besojnë verbërisht tek doktrinat e Trumpit. Ata të cilët besojnë tek teoritë e kanonit, apo të kapeleve, apo tek teoritë idiote të tjera, të cilat i prodhojnë për të mbajtur tufat debile nën kontroll
me teori tyrë teorish idioteske që kanë për qëllim të mashtrojnë edhe ato copa budallesh që kanë ngel në qarkullim të lirë. Çfarë bëjnë këto lëvizje? Hedhin disa të vërteta të mëdha në mënyrë që të duken të argumentuara dhe bashkë me disa të vërteta të mëdha që ja lejon vetë sistemi, fusin 1000 shëringa me idiotësira në mënyrë që të kontrollojnë vetëm debilet, por jo masën e shëndetshme mendërisht, e cila mendon, kupton, analizon, dyshon dhe her pas here kur lind nevoja, bëhet edhe skeptike. Sepse ky është një tru i shëndosh i cili funksionon në mënyrë normale. Sistemi po ja del të kontrolloj masën tufën debile, që është shumicë absolute në shoqërinë njerëzore, për fat të keq. Duke i ndërtuar atyre masa apo oferta politike të cilat thonë gjysmë të vërteta dhe më pas janë ngulin shiringën me 5000 rena nga mbrapa për t'i dështuar në mënyrë që njerëzit të mbrijnë në finalen që nuk bëhet më kjo histori, njerëzimi ka marrë fund, këta janë të gjithë bashk, këta janë gjithë një lloj, këta janë të gjithë një në i madh, këta janë gjithë një qenef i madh, këta janë gjithë një hale e madhe, e cila don vetëm 20 kg ujë për ta zhbllokuar tualetin nga qenefet dhe nga pislëqet dhe nga fekalet. Ky është qëllimi i dorës që i kontrollon të gjithë. Ajo që po shohim sot, miq të dashur, nuk është thjesht një debat televiziv apo një zënk në rrjetet sociale mes Tucker Carlson dhe Donald Trumpit. Por duhet ta dini, është fundi i një epoke që tashmë perëndoi. Donald Trump ndryshoi botën. E hodhi në erë rregullat e vjetra, sfidoi Kinën, tronditi NATO-n dhe krijoi një ushtri ndjekësish, të cilët nuk mendojnë më, që nuk ishte parë qysh nga koha e Andrew Jacksonit. Por historia na mëson një leksion njerëzakonisht të ashpër. Revolucionet shpesh han bijtë e tyre, ose në këtë rast ideologët han liderët e tyre. Siç ndodhi rasti i Tucker Carlsonit, sepse Carlsoni mendon. Tucker Carlson po synon ta marrë shpirtin e lëvizjes MAGA dhe ta largoj nga doktrina e re Trump, e cila nuk dihet më se për kë punon, për Washingtonin apo për Israel Hayomin, Miriam Adelsonin, Tel Avivin dhe Benjamin Netanyahu. A do të mbetet MAGA një blok i bashkuar, apo jemi dëshmitar të një transformimi ku lëvizja do të bëhet edhe më agresive atje në Washington. Edhe më pak e parashikueshme mund të bëhet, duke lënë pas, shumë pas, njeriu që e nisi të gjithën këtë. Sot, miq të dashur, nuk është thjesht fundi një cikli të dhënash që na vijnë nga Amerika, është fillimi një betejë për mbjetesë. Nëse Trump humbet Tucker Carlsonin, ai humbet përkthyesin e tij tek populli dhe një mbret pa përkthyes mbetet vetëm në kështjellën e tij të artë, duke folur me muret dhe me budallet që besojnë atë verbërisht. Historia është duke u shkruar tani, në këto minuta që unë po ju bëj emisionin, në këtë përplasje mes dy njerëzve të cilët dikur mendonin se mund të sundonin botën bashk, por që sot çarja e madhe ka nisur. Qëndroni të vëmendshëm, sepse në këtë lojë vëllezër dhe motra shqiptar nuk ka vend për të dytin, dhe siç thonë, në korridoret e shërbimeve sekrete amerikane, kur elefantët luftojnë, bari është ai që shkelet. Bari në këtë rast është e ardhmja e demokracisë globale, e cila diktohet drejt për së drejti nga lëvizjet e Amerikës dhe tektonika e saj. Siç e kam parë dhe dëgjuar nga afër në prapaskenat e mimikave të Tucker Carlsonit, kjo nuk është thjesht një lëvizje taktike për audiencë. Ky është një divorc ideologjik që do të lërë pasoja të pashërueshme në zgjedhjet që po vinë. Tucker Carlson sapo hapi kutinë e Pandorës dhe as Donald Trump nuk mund ta mbyll më. Unë
nuk e kam dëgjuar këto histori vetëm nga interneti. As i kam parë vetëm në live. Unë e kam takuar personalisht Tucker Carlsonin para pak kohëve. Dhe kam parë, jam përpjekur të kuptoj tek mimikat e fytyrës së tij çfarë po gatuaj te koka e tij në një kohë kur unë bëja pyetjet dhe dilemat më të mëdha të jetës time, si mundej që Tucker Carlson të ishte shefi i magës, inspiruesi i saj, frymëzuesi i saj, dhe ju shumë metra larg ti dhe larg nesh të njëjtin sallë ishin pikrisht kundërshtarët dhe hasmi i tij më i madh. Çfarë gatuaj në tokë në kokën e Tuckerit? Çfarë gatuaj tek mimikat e tij? Jam përpjekur të kuptoj nga afër. Dhe kam mbritur në këto konkluzione që ju a shpjegova sapo ju a shpjegova. Pra, nuk i kam të gjitha nga interneti, i kam shumë nga afër. Ditët e ardhshme do të jenë më të gjata. Dhe kjo histori sapo ka hyrë në fazën e saj më të rrezikshme të dashur miq. Dhe këtu të shkojmë pak tek ajo që po prisni të gjithë ju dhe e gjithë bota. Shkojmë në Teheran, në lindjen e mesme, në Pakistan. Mëngjesi në gjirin persik, nis me diellin, nis me zhurmën e silurëve dhe radarëve që kapin sinjale armiqësore. Ndërsa bota zgjohet me titujt e gazetave për negociata dhe për paqe në prapaskenë, është duke u luajtur një lojë tjetër, një lojë ku paqja është thjesht një maskë për të mprehur shpatat. Nuk do ju tregoj çfarë thonë zëdhënësit e Pentagonit apo të Teheranit. Sot do të futemi shumë shkurt në kuzhinën e ferrit të gjeopolitikës. Atje ku të digjen duart me gjithë kocka. Pse po ulen në tryezë dy armiq që betohen për shkatrimin e njëri tjetrit, Irani dhe Amerika? A është vërtet ky fundi i konfliktit apo thjesht blerje kohe për luftën që do ta ndryshojë faqen e botës dhe të mbar globit? Duhet ta kuptojmë pak këtë dhe nuk do t'ju marr shumë minuta. Një konflikt që nuk është bilateral, por një përplasje tektonike mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraelit, Rusisë dhe Kinës. Dhe ky është realiteti më i ftohtë i ekuilibrave të fuqisë, të cilin askush nuk ka fuqi ta injoroj, as ta mënjarnoj, as bëj sikur nuk e sheh. Washingtoni po ndjek një model klasik të shkollës së inteligjencës. Kujdes. Përshkallëzo për të detyruar marrëveshjen. Escalate to de-escalate. SBA nuk po kërkon ta shkatërrojë Iranin nesër. Amerika po kërkon ta mbajë Iranin në një kafaz të menaxhueshëm derisa të kalojë zgjedhjet amerikane në nëntor atje në Amerikë. Por Irani nuk është lojtar idiot as pasiv. Teherani nuk negocion në gjuj. Kanë në dorë butonin bërthamor. Ngushticën e Hormuzit, 20 deri në 30% e naftës globale, ju e dini, kalon përmes asaj gryke të ngushtë atje që kontrollon botën. Nëse Irani e mbyll nyjen, perëndimi bie në gjujë. Ajo thjesht pushton se ekzistuari pra ekonomia e botës. Dhe kjo është arsyeja pse shohim buzëqeshje diplomatike në Vjenë apo në Doha të Katarit. Ndërsa në ujë në ndecet janë duke shpërndar minat tani. Është një pazar i padukshëm ku nafta po këmbehet në heshtje me armë bërthamore. Dhe kjo është duke ndodhur pikërisht tani përpara negociatave të Islamabadit. Atje përgatiten negociatat, atje po luajnë minat. Por ka një problem që Washingtoni nuk e zgjidh dot me diplomaci. Është Izraeli. Për Tel Avivin, një Iran me marrëveshje është më i rrezikshëm se një Iran nën sanksione. Inteligjenca izraelite vazhdon operacionet e fshehta, sabotime, atentate, sulme kibernetike në mes të negociatave amerikane, sepse nuk do t'i lënë ata që të bëjnë negociata paqe. A dini se ndërkohë që diplomatët pinë kafe
shërbimet sekrete po komunikojnë vijat e kuqe të padukshme në këto moment, ata e dinë se ku mund godasin dhe ku nuk guxojnë. Është një luftë e rregulluar në mënyrë të përpikt me një protokoll sekret. Deri në këtë moment ka dy fitues të pamje të parë, të Rusia dhe Kina. Kur gjithë po zihen, po fiton Moska dhe Pekini, kjo është ajo që duket në pamje të parë. Sa më shumë që SBA të jetë e zhytur në moçarin e lindjes mesme, aq më pak sy ka për Ukrainën dhe për Tajvanin, por ka edhe ide të tjera që i kemi shpjeguar dje. Rusia përfiton nga rritja e çmimit naftës, e kemi thënë çdo ditë. Kina po blen Iranin me qindarka përmes marrëveshjeve 25 vjeçare duke siguruar energjinë e shekullit të ardhshëm. Por ju e dini që Irani nuk i beson më as Rusisë as Kinës dhe kjo është e qartë. Kriza e Iranit është dhurata më e madhe për Rusinë, e shpjegova dje. Ajo shpërndan fuqinë amerikane në 3 fronte duke e bërë atë të brisht në të treja, pra në asnjërin front të fortë. Dhe ky nuk është thjesht një konflikt rajonal, është një rishpërndarje globale e pushtetit dhe amerikanët po e negociojnë me Iranin për të mos humbur kontrollin ndaj Kinës. Dhe këtu shkojmë tek kapaku dhe tek finalja e madhe. Do kemi paqë nesër në Pakistan apo blerje kohë. Pyetja që duhet bëjmë sot nuk është kur do të ketë marrëveshje. Pyetja sot është apo rinegociohet paqja apo po blihet kohë për luftën e ardhshme që është në derë. Skenarët janë të qartë. Unë nuk do t'ja zgjas shumë, por do t'ja them me 3 fjali. Marrëveshje e përkohshme. Fasho mbi plagët e hapura, që po kalbet tashmë, fiton një stabilitet i rrem para zgjedhjeve në Amerikë. Ky është skenari numër 1. Skenari 2 për shkallëzim ushtarak. Mbyllja e Hormuzit dhe një efekt domino që do të shtrejtonte bukën tuaj dhe të gjitha mallrat në çdo cep të supermarketeve të botës. Të gjitha aksionet duhet të shmangin luftën totale, sepse nuk ka fitus, por asnjëri nuk pranon të duket i dobët. Të gjitha palet pra. Ndërsa ne flasim, avionët e inteligjencës po monitorojnë çdo centrifugë në Iran, ndërmjetësit në Oman dhe në Katar. Po kalojnë zarfe sekrete në dorë dhe bota është duke mbajtur frymën në këto momente. Nuk është një bisedë, një analizë kjo e sotmja thjesht. Është një udhëzues për të kuptuar se si po ndryshon harta e botës për gjithë vëllezërit tanë shqiptar. Paqja është një iluzion diplomatik. Ajo që po shohim është balanca e re e terrorit, e cila po bëhet tani. Dhe kështu vëllezërit e motra shqiptar, ndërsa vëzhguam se si po shëmbet perandoria Tucker Carlson dhe po shohim si po përplaset bota në gjirin persik, duhet ta ndajmë historinë dhe të kuptojmë disa gjëra të thella. Në këtë ndarje të madhe ku elefantët e gjeopolitikës po shkelmojnë njëri tjetrin, pyetja që djeg çdo qelizë tonën është ku jemi ne shqiptarët, ku po shko Shqipëria në mesin e këtij tymi të madh. Sot, ndërsa sytë tanë janë të mbërthyer tek përplasja e Tucker Carlsonit me Trumpin apo tek raketat e lindjes mesme, në dheun ton po luhet një teatër i pështirë që na mban peng prej dekadash. Ne jemi dëshmitar të lojës përjetshme Rama Berisha. Ping-pongut politik ku topi është fati juaj, pasuria dhe ardhmja e fëmijëve tuaj. Është teatri që po e shihni çdo ditë. Ndërsa bota digjet, klasa jonë politike ordinere merret me kush e ka vulën dhe kush e ka balkonin. Kjo nuk është politik. Ky është një shërbim funeral që i bëhet shpresës shqiptare. Ata ushqehen me konfliktin e njëri tjetrit, ndërsa Shqipëria lëngon me plagë të hapura që nuk kanë fashë. Dhe ju që prisni shpëtimin nga ndërkombëtarët, zgjohuni nga gjumi. Asnjë diplomati në Washington, Bruxelles apo Londër nuk i intereson më halli juaj tashmë. Ndërkombëtarët sot kanë shtëpitë e tyre që po digjen. Ata po shohin se si po coptohet Maga, po shohin rrezikun e naftës në Hormuz dhe po shohin luftën në Ukrainë. Për ata, Shqipëria sot është thjesht një parcelë e vogël toke ku duhet ketë vetëm qetësi dhe jo drejtësi.
Atyre nuk u intereson nëse shqiptarët ikin nga Shqipëria. Përkundrazi, ndoshta u intereson që ky vend të mbetet një tavolinë bosh, ku mund të ulin këtë duan nga popullsitë alternative e deri tek eksperimentet e tyre demografike. Kur ju ikni, ju i bëni një nder të gjithëve, përveç vetes tuaj. Kujdes, kuptojini mirë çfarë po ju them. Vëllezër shqiptar, ky nuk është një eksod biblik. Ne po i falim djemt tanë si mish për top për ekonomitë e huaja, ndërsa këtu po krijohet një vakum vdekjeprurës dhe mbajini mend. Gjeopolitika nuk e njeh vakumin. Nëse kjo shtëpi lihet bosh nga i Zoti, dikush tjetër do të hyjë në Shqipëri. Do të hyjnë ata që nuk e flasin gjuhën tuaj, që nuk e njohin gjakun tuaj, por që gjejnë këtu një tokë të braktisur pa zot të mbushur nga ferrat. Ne po bëhemi një hotel pa pronar, ku ne jemi vetëm shërbyesit që po mbledhin valixhet për t'u larguar. Shqipëria po kthehet në një pront patundshme që po blihet me qindarka nga ata që din të përdorin kohën, ndërsa ne e humbasim atë duke parë teatrin Rama Berisha. Kjo që po jetojmë nuk është thjesht një analizë, kjo që po bëjmë, ky është një alarm i kuq, kuptosh botën sot, miq. Do të thotë të mbrosh pragun e shtëpisë tënde nesër. Mos prisni as nga liderët e vjetër që ju kanë gënjur për 34 vite. As nga të huajt që kanë interesat e tyre. Bota po ndahet. Sigurohuni që në mes që ne të mos mbetemi në anën atyre që nuk ekzistojnë më në hartën e historisë. Mos lejoni që kjo tokë të mbetet vetëm një kujtim në pasaportat e fëmijëve tuaj të shpërndarë nëpër botë. Unë jam Kreshnik Osmani. Qëndroni të zgjuar sepse nata po bëhet e gjatë edhe pse po vjen vera. Dhe vetëm ata që shohin në errësirë mund të mbijetojnë në këtë furtunë të madhe. Qëndroni me mua sepse e vërtet nuk thuhet kur në konferenca shtypje dhe s'keni për ta dëgjuar atë kur. Kjo ishte Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, kaq kishim për momentin, duke ju falenderuar për kohën tuaj të çmuar. Ju lutem mbështeteni kanalin, çojeni atë pjesës tjetër shqiptarëve, bëni like, share, subscribe dhe do të rishihemi shpejt në mbrëmje për të tjera zhvillime të jashtëzakonshme, të cilat duhet i dekodojmë bashkë. Miru dëgjofshi.